Më bashkohet mbrëmjen e sotme në program profesori asociuar i çështjeve të sigurisë zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në War Report. Ndërkohë, si për koincidencë, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, atje ku do të mbahen negociatat mes Rusisë e Ukrainës, kam gjithashtu ekspertin e sigurisë Bedri Elezi. Zotë Elezi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni mbrëmjen e sotme në program. Mirë, do të jemi së bashku për diskutuar sigurisht të gjitha zhvillimet dinamike të orëve të fundit, por në nisje të programit do duhet ndalem tek deklarata e bërë nga kreu i NATO-s Mark Rutte, i cili përgjatë vizitës së tij në Kiev ditën e sotme mbajti edhe një fjalim në parlamentin e Ukrainës, ku dukse provokoi Moskën duke tejkaluar vijën e kuqe të Kremlinit, kur tha se në rast të arritjes së një marrëveshje paqe, garancitë e sigurisë janë të qarta e nuk do të pyesim për askënd kur bëhet fjalë për vendosjen e trupave të huaj ushtarak në Ukrainë. Ndjekë materialin dhe kthehemi në studio. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili mbajti këtë të martë një fjalim në parlamentin e Ukrainës, përgjatë vizitës së tij në këtë vend deklaroi se në Kiev do të mbërrijë menjëherë një forcë e përhershme ushtarake nga Aleanca Veriatlantike, sapo të arrihet një marrëveshje paqeje me Rusinë. Rutte u shpreh se forcat toksore, ajrore dhe detare nga vendet të cilat janë pjesë e koalicionit të vullnetshmëve do të garantojnë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Disa aleatë europian kanë njoftuar se do të dërgojnë trupa ushtarak në Ukrainë pasi të arrihet një marrëveshje. Trupa ushtarak në tokë, avion luftarak në qiell dhe anije në detin e Zi. Shtetet e Bashkuara do të jenë pengesa që Rusia të thyejë një marrëveshje paqeje, duke u bërë pjesë e garancive të sigurisë. Deklarata e Rutte u duk se sfidoi Moskën pasi kjo e fundit e ka bërë të qartë se vendosja e trupave ndërkombëtar në Ukrainë do të ishte një vijë kuqe për të. Kreu i Aleancës Veriatlantike në fjalimin e tij theksoi se arritja e një marrëveshje paqeje dhe fundi i luftës do të kërkojnë që Kievi të bëjë zgjedhje të vështira. Rutte u shpreh se pavarësisht zhvillimeve gjeopolitike globale, vëmendja dhe mbështetja e NATO-s vjen të mbetet e palëkundur për Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm tha se Aleanca mban dialog të përditshëm me Kievin dhe furnizon çdo ditë pajisje ushtarake për të siguruar mbrojtjen e trupave Ukrainës dhe për të parandaluar agresionin e ardhshëm rus. Ai tha se 75% të gjitha raketave për frontin dhe 90% e raketave për mbrojtjen ajrore kanë bërritur tashmë në Ukrainë përmes mekanizmit të listës së prioriteteve për Ukrainën, ku vendet e NATO-s japin para për blerjen e këtyre armatimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia dhe Ukraina do të vijojnë negociatat e tyre për arritjen e një marrëveshje paqeje në datat 4 dhe 5 shkurt në Abu Dhabi në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte kjo deklarata e bërë nga Mark Rutte, duke sfiduar edhe një herë tjetër Moskën, por në të njëjtën kohë ky qëndrim i tij në fakt tregon edhe një diferencë në qëndrimet e deri tanishme mes Bashkimit Evropian, kreut NATO-s dhe vet presidentit amerikan Donald Trump. Zotë Elezi, e nisim së bashku ndryshime të cilat vijnë nga të treja palët, Amerika e cila nuk ka premtuar ende garanci sigurie për Kievin dhe një provokim i cili shkon drejt e në Moskë. Ku janë negociatat aktuale dhe a pritet që realisht të ketë një dakordsi për vendosjen e trupave të huaj ushtarak në Ukrainë? Në fakt, du të ritheksoj atë që edhe në të kaluarën e kam adresuar se do të kemi një forcë ndërkombëtare në Ukrainë, e cila do të garantoj paqen për një kohë të gjatë. Ajo që është e re, ndoshta në këtë situatë, është angazhimi serioz i Bashkimit Evropian përmes NATO-s, të cilët në të kaluarën mund të them se të gjithë çështjet që kishin adresuar apo e kishin orientuar tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mund të themi shteti më serioz apo mund të themi më këmbgulës në çështjen e zgjedhjes së problemit të Ukrainës. Ky deklarim dhe kjo angazhim i Bashkimit Evropian dhe NATO-s na lën të besoj që negociatat janë drejt të fundit dhe se së shpejti do të kemi një ujdi e cila do të jetë e pranueshme, një marrëveshje e cila do të jetë e pranueshme edhe për Moskën zyrtare, duke marrë parasysh faktin që një luftë 4 vjeçare me humbje të jashtëzakonshme mbi 1 milion ushtar dhe një humbje jashtëzakonshme ekonomike duhet që të justifikohet tek taksapaguesit rus. Ne dimë që Putin
është në një situatë shumë të rëndë, në njërën anë nuk ka kapacitet për të vazhduar tutje me angazhimet e luftës speciale si që ka këpëtur ai, dhe në anën tjetër është përballë një sfide serioze sa i përket pranimit kushteve që vinë nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Deri më tani ndoshta Moskva zyrtare ka pasur më lehtë për faktin që Bashkimi Evropian disi ka qenë jo mirë i pozicionuar dhe ky veprem tani i fundit, apo mund të themi koordinimi i Shtetit Bashkimit Evropian në NATO e ka adresuar qartë angazhimin e tyre dhe kjo do të jetë një problem serioz për Moskvën zyrtare, e cila do të bindet të punit që të kemë marrëveshje, dhe se marrëveshjen do ta zbatojnë vetëm forcat ndërkombëtare dhe do të kemi dikon 4 baza të NATO-s që do të jenë në vijën kufitare mes, domethënë, Ukrainës dhe Rusisë, e që do të jenë kryesisht brenda territorit të Ukrainës. Qartë, ndërkohë, zoti Shala, Mark Rutte në deklaratën e tij ditën e sotme pikërisht në parlamentin Ukrainës tha se Ukraina do të jetë në një kohë të shkurtër përballë vendimeve të vështira, por në të njëjtën kohë tha se ajo për çfarë po flasim aktualisht nuk i ngjan as marrëveshjes së Minsku, as memorandumit të Budapestit, duke i dhënë kështu shpresa Kievit se kjo është një zgjidhje reale sa i përket mbylljes së këtij konflikti. A janë të gjitha këto hapa të Shteteve të Bashkuara dhe të Europës një tjetër karrem për Ukrainën dhe mbi të gjitha është kjo një deklaratë e cila nuk bazohet ende në veprime unanime mes vendeve të Bashkimit Evropian? Po të analizosh fjalën e Rutës në parlamentin Ukrainas, ka qenë një nga më të rëndësishmit gjatë karrierës tij gjatë kohës që ka në NATO dhe nga më të rëndësishmit dhe nga më të egrit në këtë aspekt. Gjithsesi Rutte ka dashur dhe ka dhënë disa mesazhe shumë të qarta për Moskën. Pra, ju përmendet që nuk i ngjan një marrëveshje paqe as të Budapestit, as të marrëveshjes tjetër. Pra, ato kanë qenë marrëveshje pa garanci sigurie. Dhe prandaj përfunduan ashtu siç përfunduan, domthonë u shkelen nga Rusia. Kjo marrëveshje që do jetë me garanci sigurie dhe përveç kësaj ai në mënyrë të prerë theksoi që në fjalën e tij që forcat të menjëhershme për të mbrojtjen e Ukrainës nga toka, nga deti dhe nga ajri, pra në 3 komponentet do të vinë. Ai e thotë edhe thotë që do jenë mbështetje nga struktura, nga shtetet të Bashkimit Evropian, më saktë ose të Evropës, po jo domosdoshmërisht në kupolën e NATO-s, pra në kontrollin e NATO-s. Pra, ai përmend aty edhe grupin e të vullnetshmëve. Pra, dihet që ata kanë bërë disa herë bisedime, kanë marrë vendime dhe por ku do të na dërgoj kjo? Në një farë mënyrë kjo mund të japë një mesazh edhe të gabuar Rusisë që shiko të vendosë si të vendosë, po vendos paqja, forcat e huaja do të jenë brenda në Ukrainë. Pra në një farë mënyrë jepet mesazhi rusisht që e para nuk do të mund të veprojë të shkel marrëveshjen si herë të tjera, por të ketë frikë edhe nga paqja. Pra, mund ta shtyj prillën apo mund të kërkoj kushte tjera në negociata për paqe me Ukrainën. Shprehja e Rutës gjithashtu merret si mesazh që më shumë merret si mesazh edhe për Europën e pas konfliktit, pra për garancitë të sigurisë që jepen Ukrainës por edhe për një Europë pas tronditjes të rënda që ka marrë ky rend botror. Pra, duke menduar një Amerikë e cila po largohet nga Europa. Pra, një Amerikë që po përpiqet ose e ka thënë hapur që do ta ndjek në distancë që është në Europë. Kjo pastaj lidhet edhe me debatet që ju thatë përçarje, po unë nuk do ta merrja si përçarje në kuadrin e NATO-s, Bashkimit Evropian, por edhe të leadershipit francez dhe italian me leadershipin gjerman. Nëse do t'i shifnim të dyja kështu në funksion të sigurisë në Europë, njëra palë luan rolin e të egrit, po e themi, pra që me kërkesat forta nuk pranojnë negociata, kurse pala tjetër francezët dhe italianët pranojnë negociata. Pse janë të rëndësishme negociatat në të tilla raste? Janë të rëndësishme sepse Rutte përmendi edhe në parlament që Ukraina, Europa paguan mbi 7% të vlerës së raketave që përdoren në front, dhe mbi 90% atyre kundërajrore. Pra, një Europë që paguan çmimin, si mund të mos jetë përfaqësuar në Tryezë?
Dhe këtu më tepër është edhe në tryez një, por më tepër është edhe në periudhën e pastajme për sigurinë e Europës vetë. Europa ose duhet jetë në tavolinë e bisedime, ose përndryshe do të përfundojnë në një menu. Pra dhe europianët i friksohen një jaltë të dytë midis Trumpit dhe Rusisë dhe Kinës pa qenë prezent Europa. Dhe prandaj francezët, të cilët kanë qenë gjithmonë mbështetur në ato politikat e tyre goliste që e lejnë hapur gjithmonë kanalet e bisedimeve, por edhe ushtrimin edhe përgatitjen për arritjen me forca atyre që duan të arrijnë. Pra në një farë mënyre ndodhem në një situatë të tillë ku krahas konfliktit në Ukrainë po menohet edhe për post-Ukrainën. Sepse do të jenë në dorë, le të themi në derën tonë, siç është edhe shpreha. Absolutisht. Po kaluar në Ukrainë. Amerika është larg, Europa do të menojë për parandalimin e hershëm. Do të ndalemi për të bërë një analizë pak më të gjerë të këtyre kundërshtive brenda Bashkimit Evropian. Ndërkohë, zoti Lezi, një deklaratë e rëndësishme ditën e sotme nga Volodymyr Zelenski, i cili është akuzuar shpesh herë se kërkon ta tërheqë Europën në luftën që po bën vendi i tij, ishte se ai pret, ndoshta me padurim, për të parë se çfarë do të ndodhë nëse arrihen të gjitha këto marrëveshje dhe Putin sulmon sërish Ukrainën. Kush do të jetë kundërpërgjigja europiane dhe kush do të jetë përfshirja e këtyre trupave ndërkombëtar në një shkelje të këtij armëpushimi si formë garancisë së sigurisë. A janë këto garanci sigurie edhe një këmban alarmi për sigurinë e kontinentit kur bëhet fjalë për Vladimir Putin dhe Rusinë që në të shkuarën dhe historia ka treguar se nuk e njohin as marrëveshjet, por as ligjin ndërkombëtar, duke sjellë kështu një mundësi të përshkallëzimit të këtij konflikti? Në fakt, pikërisht pjesa e sigurisë që është përfshija apo përfshihet në këtë marrëveshje mund të garantoj paqen, mund të themi afatgjatë në rajon, dhe se besoj që tani më Rusia e ka kuptuar që vërtet duhet që të ulet në tavolinë e bisedimit dhe të mbyllë çështjet e hapura, sepse nuk ka thjesht kapacitete për të vazhduar sfidën e saj, të cilën e ka nisur pa llogaritur në mënyrën e duhur. Këtë e bazohet në faktin që në disa raste kur Rusia ka tentuar që të thotë taksapaguesve të saj për një performancë të jashtëzakonshme, është ballafaquar me probleme serioze sa i përket sigurisë brenda Rusisë, sepse ju keni parë që Ukraina ka demonstruar kapacitet dhe një performancë të jashtëzakonshme për ta rrezikuar edhe brenda vetë Rusisë. Dhe këto veprime teknike ushtarake kanë qenë një farë forme edhe mesazhe të qarta se Ukraina ka fuqi dhe kapacitete për të bërë më shumë në raport me rrezikun që do ta kishte Rusia dhe njëkohësisht i ka orientuar qytetarët e rusë që të eventualisht paranojnë një zhvillim të ri sa i përket bisedimeve që mund të jenë të vështira, por që në fund do të pranohen nga Moskva zyrtare. Të jeni të bindur që angazhimi i Bashkimit Evropian në NATO në formën siç e tha dhe shefi i NATO sot është thjesht një dëshmi e qartë që tani më Evropa ka besimin që mund të garantoj sigurinë atë pjesë dhe do të vendosen forcat e NATO-s, cilat sigurisht do të udhëheqin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të jenë sipas angazhimit që e kanë në kuadër të detyrimeve që kanë në NATO. Nuk do të ketë, unë e kuptoj deklaratën politike të presidentit të Ukrainës, i cili sigurisht që e ka për konsum politik dhe është e pritshme, nevojshme një deklaratë e tillë, por në asnjë moment dhe në asnjë rrethon në bazë të kësaj që analizojmë ne, nuk presim që do të kemi një përplasje të Moskvës zyrtare me NATO-n përkatësisht me Bashkimin Evropian, sepse njëta do ta kishte bërë këtë nëse do të kishte mund të themi një thyrje më të fuqishme të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve në raport me Grenlandën dhe do të kishte një situatë ndryshe në lindjen e mesme se kjo është e Iranit dhe Venezuela. Ju e keni parë që SBA tani më kanë lënduar fuqishëm Rusinë me aleatët e saj, siç është Venezuela, mund të themi një burim i rëndësishëm i ekonomik dhe sidomos financues i luftës fundit në Ukrainë dhe tani më SBA po duken që avash po i presin krah të
Rusisë të cilën po e detyrojnë që të ulet dhe të pranoj atë të cilën do t'i ofrohet në tavolinë. E di që do t'jetë e vështirë, padyshim tek pjesa e masave të sigurisë, do të kërkohet një farë lloj pajtimit të rrugëve se si do të veprojnë dhe se si do të dislokohen të forcat NATO-s, e që në fakt do të kërkohet që ndoshta ketë më pak prezencë amerikane, ndoshta do të kërkohet që të jenë shtete të cilat kanë qenë më, mund të themi, më pak agresive ndaj Rusisë. Këto janë të prekshme dhe të besueshme për mua, por në asnjë moment nuk e besoj dhe nuk e mendoj që Rusia do të shmangët dialogun dhe përfundimit të çështjes përmes të marrëveshjeve që pritet të jenë së shpejti në Emiratet e Bashkuara Arabe. Mirë, do të shohim gjithçka që do të ndodhë pikërisht në këto negociata për gjatë ditëve në vijim, ndërkohë ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur tek fatura që duhet paguaj edhe vetë Amerika për këto garanci sigurie të cilat do t'i premtohen Kievit, por edhe tek përplasja europiane dhe sulmi më i fundit ndaj kryeqytetit Ukrainës. Të gjitha këto më njëherë pas shkëputjes.